E nderojmë këtë vepër hyjnore, kujtojmë përpjekjet që qëndrojnë pasaj dhe ftojmë brezat e sotëm të ardhshëm të ecin më tej në këtë rrugë drite dhe dijeje. Andaj, sot në nderon thellësisht prania juaj, e të gjithëve, pa dallim, studiues të nderuar, kontribues të shquar në fushën e gjuhës, fesë dhe kulturës, ku ju me praninë tuaj jepni këtij aktiviteti solemn madhështinë që i takon. Le të jetë ky aktivitet jo vetëm për kujtim, por dhe shtyse për angazhim të ri, për studim më të thellë të fjalës së Zotit në gjuhën tonë të bukur shqipe, për të quar më tej mesazhin që nisi me lexo, dhe që nuk rresh të frymzuar i zemrat dhe mendjet e njerëzimit. Kur përqendrohemi në çfarë do aktiviteti që ka të bëjë me Kur'anin dhe dijet përreth tij, ndjejmë menjëherë një dimension të veçantë, një ndërthurje mes dijes dhe shpirtit, mes hulumtimit racional dhe reflektimit të devotshëm. Ky karakter unik ju shton këtyre tubimeve jo vetëm vlerë akademike, por edhe ngarkesë shpirtërore dhe pasion personal, duke e bërë pjesëmarrjen në to një nder dhe një përgjegjësi.